Kush e zbuloi numrin 0? Pse helenët e injoronin ekzistencën e numrit 0? As romakët dhe as helenët e antikitetit nuk e përdornin numrin 0, sepse nuk i shkonte përshtat filozofisë së tyre, por ekzistonte në astronomi nocioni i vakumit që i parafrohej mjaft nocionit 0. Atje ku numri 0 gjeti terren të përshtatshëm dhe ku u shfaq për herë të parë në një ekuacion matematikor, ishte India në vitin 876 para Krishtit. Është hera e parë që përdorej si numër dhe jo si nocion filozofik. Tani na duket diçka e thjeshtë, fakti që ekziston numri 0, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në fakt numri 0 nuk ekzistonte, derisa sumerët e përfshin në veprimet e tyre matematikore, sigurisht me një përmbajtje kuptimore dhe konceptuale jo të plot, ose të cunguar. Interesimi për zeron, këtë rrethor të asgjës, këtë portë të errët drejt së panjohurës, këtë pa fytyrë, siç e quante Shakespeare, vazhdon me të njëjtin ritëm, thjesht në periudha të ndryshme, shfaqet me mënyra të ndryshme. Nocioni i zeros ka sjell polemika filozofike dhe ka ngritur shumë pikpyetje, pasi si nocion lidhet me asgjën, por nuk identifikohet me të. Pasi si numër ka substancë, është diçka në antitezë me asgjën pedante.